Përshëndetje, mirë mbrëma, kudo që jeni, e premtja pare mujtë të shenjtë të Ramazanit. Na lusim Zotin me na pranu agjërimin dhe ibadetin ton çdo ditë e net të këtij muji të shenjtë të Ramazanit. Me rastin e muajit bekuar të Ramazanit, natyrisht unë dua ta shfrytëzoj rastin që nëpërmjet ekraneve tuaja që t'ua uroj të gjithë besimtarëve muajin e bekuar të Ramazanit, dhash Zoti xhaleshanuhu të jetë muaj i begat, muaj i pranuar tek i madhi Zot xhaleshanuhu me dua, lutje që të dalim faqe bardh në fund të këtij muaji, por gjithashtu edhe inshallah në fund të kësaj jete. Qysh je? Mirë, që mirë. A i mirë? Mirë ka tajdu. A dali musafira ju? Po, hajtë, e një të krenis. Jam smut për frymës. Prej frymës? Sa vjetë ki? Vodhet në shkollë s'kom. Lyptinin kom të aty, ka njerë talë të jash, ka njerë rrot aty. Për ke nona po vjetë vodhe s'pu me frymër të eshë du të me pushu. E qysh po jetë tani Fadile? Vodhe kushta shtirat. Kërkush të qyteve tore. Asë ti gjonit, asë kënina kërkush. Të droga në marë, blej loqe. Sa po del rruga? Vodhe se disa në shkollë s'kom. Nishe 20 euro, për zjeni validor. E që ato të loqe, të mjeki. Ka në notën, firë gjoni taksin, du të me shku notën, kërkush vjen të dera. Kërkush, kime të qoftë aty, kërkush vjen të dera. Fadile, na këna armë të abo shpijen. Pa bosh me shpi 3 duhet me katë. Ka njerës, Një shpi 3 të mirë, krejtë senet mrena. pa mire shumë zot e rrët juve shumë që ku me folë ma shumë. Këtë për vlogët mundet me qyrë vlogë, nina vlogë atje për vlogës. Këtë teshat u myke, du me qitë pak jashtë me dhërës, këtë u myke teshat për vlogës. Hem vloga knina qysh, hem atë sëvë, hem djonit usë mu për vlogës, e unë knina këtë mjetë so, e stunet në qashtu si. Unë e falendroj Zotin që u bosh kaktar komuna e shtimës, me kanë listë kjo familje dhe me ardhë, me i marrë këto emocione, me mësu vetë për vete, me dalë para pasyrës, me thonë ka dalë se ka edhe kështu që jetohet, e neve të mirat na kanë qu pesh, po qysh na kanë qu pesh që ashtu pikema dhe punë se cili prej neve. Territoria e shoqatës son e ka trakun edhe për lop edhe për dhen, bika pra dhe për dhen. Këto e në pamjet e territorës brenda, kjo është traka e dhenve. Territorjave s'ka njës punën, thash, është duke punuar për nevojat të shoqatës. Kapaciteti kësaj territore veç me frigot e mëdha që i ka janë mbi 750 bika të parerit që mund të sistemohen në për frigot e territorës, mish halal që do t'ju afrohet klientëve.
s'po di që me të kalzu për shpi, kejtë lam, katastrofë. Jo, kërgjeje, po do me bojt uj për tesha, për krejtë ma që një kërgjeje heq, kejtë lam. Fmi shumë, katastrofë, do për shpi shkyll dhe ja, s'po kanë vesh, mafje, ja kërgjeje. Kejtë ma për shqit, kejtë lam. Qërë kënë një dritare ka, edhe këto e kanë nrejeq një qepje, kanë gjitë sa më nëzej djalli, që me paskija është krejtë. Sa me mbrojt pak më nëzej djalli, të ti s'ka heq, që t'ka që ka një djalli. Në fashë ke vete ka dhonë, që t'jarë ganë, të kri që këtë që ku marrë, krejtë këtë. Që të ka pikë shivi, këtë skorë. Mi ka logë men me tesha, i këm pas tesha që të palut, këtë në dukt, i këm i këtut, edhe këm rru ven, i këm t'i që atje. Edhe po e në qeni pe atjet, po mi prej kënë, qëre. Këto derë s'ka, qëre, ke s'përën dera, prish krejt, derë s'ka. Se të krevet ku vejtë from, qëre, besë të shmus besë, qëre. Krejt, dru. Jo mordhi, asë jargan, asë me një qeve m'lu, me m'lu thmina, me m'lu për vejti. Që të kam kuzhinen, a mu më ka i me drasa me krejt, ato më ka prish, më ka i me kuzhin me krejt. Më ka marrë shivi, krejt e ka me uj. Po të të më thë se qizme, asë diçka me ka lu, krejt lëq, katastrofë, po të ati lëq, krejt katastrofë. Po ja u bojmë një shtëpi të re. Faleminderit shumë. Trujt, problem. Zotë trujt është problem, krejtve. Po bojmë një shtëpi të re. Faleminderit shumë. Humanist, aktivist, hoxh Halil Kastrati, ti dhe bashkëpunëtorët e tu keni bërë për Kosovën dhe për shqiptarët kudo që janë atë që rrallë kush ka rritur ta bëj. Pra keni kthyer shpresën aty ku ajo ka humbur dhe besoj që kthimi i shpresës është mbase mesazh më i rëndësishëm dhe më i fuqishëm se çfarë do vlere e investimi tjetër që mund të bëhet. Tash më lejoni që të ftoj hoxhën Halil Kastrati për të marrë titullin qytetar nderi dhe më pas t'ju drejtohet me një fjalë rast. Meritor e të palodhshëm, është një ushtri goxha e madhe të rive të rejave që punojnë pa ndalë, e ata janë stafi i shoqatës Jetimet të Ballkanit. Unë e ndjej veten të privilegjuar. Faleminderit shumë kryetarë e kuvendarë e gjithë ju që u bët shkaktar me në nderu neve me këtë titull. Është komuna 17 që unë shpallëm qytetarën deri në Kosovë. Me të vërtetë edhe për neve është motiv, është forcë, kur Zoti na mundson, na jep shëndet për me i realizu këto projekte. E njëkohësisht, e thasha edhe në fillim, para se me dhonë këtë storje, prezenca e shumë njerëzve, mirënjohja e komunës e qytetarëve, për ne është motivim për të vazhduar, është forcë, e të njëjtën kohë jem shumë të kënaqur sepse kjo mirënjohje ju dedikohet juve bamirës kudo që jeni. Hadi, bismillah.
Inshallah na shkon puna më orë. Kryetar na prit të marë, inshallah. Besoj që ka më shku mirë. Besoj edhe unë shumë. Tash këna fitu përvoj edhe... Ne kemi gjithë ditën e mirë dhe me ja fillu pak. Jenë 50 shtëpi, si që tha kryetari, shumë vlera e këtij projekti është 1,5 milion, jenë 35 shtëpi që do të ndërtojnë në këtë lagja dhe 15 shtëpi në për familje që posedojnë trull. Shumë sanët në është. Atë jo në i zëvët s'pa jam punu. Jo me jetë nuk kanë me jetë të me në mërë të lojtë që s'pa dhja shumë më asë. Ka me amojtës. Shumë në është për jetë ja. Ma shkorto ljodha, shpirti mu ka ljodh. Po me bursë mu, kushtet lekësht, me thmit vëgjel, nuk di. Tanë që në përmjekë qështu me barna, me terapi, s'pa di ma, zdi. Bile jo kom shkru, i dhe thashu në zdi, s'ka me ba ma im ljodh. Jo më ljodh me njeri s'mu, thmija vëgjel, kushtet lekësht, me një social. Të iru thmijen se për puna gjarpeve, për çdo virë neve gjarpet na hinë, se la më shpija me taban. Anina suba krejt është ma zvet, të më pikë shpija, bon dhuma atje, gjithë me qitë jo kurita, jetë e gjira, kalp, tavani krejt, për mi kuzhinë aty se kuzhinë kështu s'kam, po ma kanë dhanë vishë sa për e në mishti, se më hishën besa dhe met, e mi fleshinin. E mu më duhet pa tjetër me ju thonë për haju ku shpija rej, po bohin me shpi të rej. Shumë, ka po se Allah është problem, me ta në zmija. Një dhjo më bon për ju. Përhaj. Shumë një, Allah është problem. Muaji i Ramazanit natyrisht është një muaj i begat, është një muaj i veçantë për secilin besimtar, andaj edhe për ne si hoxhallar, është një muaj i cili kërkon angazhim dhe na sjell momente mjaft edhe relaksuese, edhe të bereqetshme, por është muaj mbi të gjitha i adhurimeve, çka neve na bën që të përjetojmë momente të veçanta. Ndërsa prezenca në programin tuaj sot këtu, ndarja këtij iftari me banorët dhe me bashkë juve, për mua personalisht ishte një moment shumë më i veçantë që këtë Ramazan e bën edhe më të paharruar dhe më të veçantë që do ta mbaj mend gjatë. Kosova është shtëpia jonë. Ne jemi dëshmitar të kohës që kaloi. Liria për ne të thotë dignitet dhe qetësi. Lirin i ruajmë kujtesë me zemër dhe dashuri. Kujtimet tona jetojnë brenda kësaj dite. Na e mbojmë men rrugën e gjatë deri këtu. Kemi pas kohë të vështira, por nuk kemi hequr dorë. Sot nuk ka një ditë e zakonshme. Edhe sot e falenderoj jetën për lirinë që erdhe. Do kujtimi ynë të kopet. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Kçeq i Madh, komune Mitrovicës. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re, familjes Lulzimit. Lulzim, orna. Faleminderit. Kam gjendje shumë të vështirë me një ndihmë sociale në qytetëri dhe tëre, që ma që ndihmë me që ato në bjetëj, ka pak që shtu hekra ku të gjoj, bledhe, i që i shes një evre 2, 3, 5 herë, ofër
8 mujve që të jashtë që jetojnë që të shpi, në period kjo shpisë është e jam një heq, është e migjës. Po i ka pas migja lëp këtu, i ka lëshu po është për hak temin, më ma lëshu mu që të shpi me jetu. Po era më balë shtirë, balë, po s'po kam kaja dalë të tërkon, po duhet me mbi jetu që të me jetu, qysh po una. Në malë dalë ka pak dhe dru i boj, vetëm nuk jam mirë pe i shnite, ankër pe i qafës, shtypja më bjen ka gjatë shpesh, nuk u zemi largu fër pe i shpisë. Veti kontert janë të vaj familjes jam, një djallë dhe qikë edhe bashkërtja. Kushtet ekonomike që shpishin edhe vetë, me shprej se bëhat mirë, nësë shumë të ranë. Ka pas momente që me të pashqim, ku më kërku ndim pe i migjës, sa ka pas edhe mundësi, unë ka ndimu, ka pas. Ka pas në natë që thëmin i ku më shqy, vetë s'kna mujtë me pa, më ngrënë na, u duke më ra me pleq është të pahamë. I kësha lutë, kush ka mundësi, në strehem, ma bohe, edhe një cent që je, pa i ba mirësi, Allah është për bleftë. Lulzim, shtëpia e re tash. Po, shtëpia e re, i falemderu na donatorëve, Basit Halil, tauve i falemderu na shumë për gjendjet që kom posële, nuk kisha mujt vetë me bo, po falë kontributëve, falë donatorës, shumë falemderit jam mirënjohës për këtë shtëpi që ma kanë ndërtue. E që ta shishna të hangër, të shku në shkollë, të shoqët, që të gjanë zotët që kishna lepë kërë. Kërë heqë. 250 euro i pagu mujtë. Qikën e smut. Pagu mujtë. Qikën e smut. Imi pështetë. Po në bukën e marrëm të kuzhina. Që 3 vjetë për 4. Një po shtyki jeta dhe të shpresa. Hajtë së sot dhe hajtë nesër, hajtë sot dhe hajtë nesër. Ata po shkojnë jetë veç. Unë sot duhet me pas prishnin teme. Ata po shkojnë jetë veç. Jo më thmi më marrë. Nesër. Kuë. Kja është dhe më hangra, dhe më pjesë, dhe më thonë, a ma bëlla. Më një smut është. Ka ta nemsh. Dhe të pasha më një smut, po. Koshën falë Allahit, a e në ka përvu, edhe tjetra të mlenë që kështë shpirë të ta ka me këqyrë. Të mlenë shpirëti, ka me këqyrë, kur që 15 vjetë, nuk o këmë që unë e ka shohën të goja jeme pakta, edhe më nësa hanhoj me ta. Kur heqë, betonat të zoti. Nana së në hiqë dhimë të pjas një vladit, kur? Thënë, kur ti hiqët dhimë të anon për vladit, atjera ka më balde janë e ujë. Vëlla nevoja kryesore për mu me pas një stërhem. O, buku kryp kështë në hangër, edhe s'kështë në dzash gjatë tjetër. 250 euro para për jenë. Nështë për kush e kostë janë. Po, për këqyrë në mujtë, 2 mujtë 500 euro, po shaki më bon. Dashtë zoti, e ata gjëndë që bojnë mirë, inshallah zoti shpërblen. Më zërë që nga kanë bërqë, dhe ata kanë familje. Inshallah marë zëtë, kërkon zoti se s'përvën kështu. Kush nuk i ka zoti a falë, kush i ka zoti a lashtë. Marë Allah që i nelë, inshallah. Po bësh me shpishërat. Faleminderit shumë. E Allah, shpërblimin e Zoti ka qoftë djali. Shpërblimin tem ka qoftë djali. Edhe të vajza. Shumë nanave, babalarve, shumë trejave ju ke dhonë një mësim me plot sprova ton jetën. Shyreti qëndron e fort, edhe ja që shpresat nuk humbin kur. Sa aktivitetet tjera, sa i përket bamirësisë, solidariteti me të tjerët, normal që kemi, e përmendë edhe vetë pasi që jam edhe koordinatori shoqatës Bereqeti Dega në Suareg, kemi aktivitete bamirësie si kurse edhe ju, ndoshta ne jemi pak më të vegjël, ju keni një kategori tjetër, por po mundohemi që të bëjmë diçka dhe ne, dhe alhamdulillah kemi shpërndarjen e pakove, ndihma e dikuj që ka nevoj për barna, e kështu me radhë,
aktivitete pra bamirësie. Pastaj ato në xhami që janë, kemi ligjërata shtesë edhe para namazit të taravis, edhe gjumave, mundohemi fëmijët i ofrojmë me këshilla, me ligjërata, pasi që në Ramazan shtohet xhamati, shtohen fëmijët vinë më shumë në xhami, mundohemi pak a shumë që t'i rrim afër edhe ne pak më shumë xhamatit. Me thënë drejtën, shtëpitë e moshuarve, ne si musliman nuk ka që i dojmë edhe shumë, sepse nuk kemi dëshirë që pleqët e tanë na i këshyrë dikush, pleqët do t'i shikojmë vetë, mirë po, kur jemi në gjendje si jemi dhe me kushtet e juja se si e keni bën që t'i pranojnë pleqët e cilët nuk kanë fëmijë. Pra, me këtë nuk ka bo qefi, e para dhe e dyta, kur e kemi ditë dhe kemi pas besim se këtë udhëheq Halil Kastrati, jo dikush që mund të manipulon ose të bën diçka tjetër dhe t'i shfrytëzon këto mundësi, atëherë jemi kanë të bindën që ka me pas sukses, edhe alhamdulillah ka pas sukses, edhe e kemi pritë shumë mirë sepse një vend i vogël si Suareka, e ta kemi këtë nder që t'i nderojmë pleqët e cilët kanë mbet për shkak të rrethanave, janë pa fëmijë dhe kanë mbet në kushte jo të mira, atë janë një privilegj për neve si komunë që t'ja u bëjmë këtë nder pleqëve. Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna Obiliqit. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re, Sadik Berbatovcit. Sadik, ardhani. Allah shpëlef. Faleminderit shumë. Tashmë veç jena në ambientet e shtëpisë së re të Sadikut dhe familjes tina, e na po i lëna me pamjet se çu ka qenë vizitën e vaj. Përshëndetje, jam Sadik Berbatovci, në komunën e Kastrioti. Jam shtatantar, shtëpia është e vëllat. E kam 3 fëmijë, jam me nane. Shtëpinë e kam 10. Po e kam pa qef, grunë e kam pe kukav, vetë më kam pas qef edhe vetë. Në kontrol dhe bëj 2-3 muj, të afrim blita. 2-3 muj kam kontrol dhe tje. Dokumenta me kreti kam shtu afer. E kam pe lindjes. Kam smut në operacion 2 herë. Pe fëmijë më kam smut shumë. Më kam kolicë, më kam pa Allah i madhë. Ka dish më kam të shqyjë më operacion. Njerë më një operacion në kry. Që kam pe kukav. Që është të rënë në kanë. Se problem në social në kanë. Po vjen një në kontrol për 3 vjetë. Qështë? Mëse në him pak ma mirë. Po Allah, që kësa haltë, që ka... Qështë? Se në shqiptarë që shjena. Allah, për një shpi, kjo është e vëllat. Allah, shpia e mëqme. Ka vëllat më rëllën të në handë. Fëtëft, dimë fëtëft. Allah, e shpirë. Se për me herët në social, së më shasë më një darë. Po që atim për allohet mirë se arë që shërë fëminë mirë i kam. Për në shpi, ka për bane, më të bënë bane. Dhe kjo shpi është e mashme që 4 vjet i ka, kjo shpi është e mashme. Në kanë një mu pak me në rej që kanë në rej që ka pak, se shumë kjo që kanë. Për në ndru me drejtarë, me tyrë, në kanë një mu hotë, vëllaj falim derit kërë në kjo harraj. Sadik, ambient i ri, shtëpia e re. Faleminderit shumë. Është shumë mirë. Është shumë lehtë. Shumë më mirë. Allah më shumë lehtë. Në fund që këmë të tre. Është Allah më shumë lehtë. Është vetë në cent. Allah më shumë lehtë. Po më si hupë.
Shoqata bamirëse e jetimat e Ballkanit këtë 10 ditën e fundit pret shumë donatorë, shumë vizitorë. Ne jetojmë edhe veprojmë edhe punojmë krejt me donacionet e juja. Andaj gjithë ju cilët mendoni që e keni bo një jetë, donacionet e juja me kalu tek nevojtarët dhe aktivitetet e shoqatës sonë përmes neve. Ju i keni mundësit qovë sadakatul fitrin, qovë zeqatin, qovë sadakën vullnetare, qovë kurbanin tënë, qovë çdo lloj ndihme, i keni mundësit t'i jepni në shoqatën tonë. Këtu, në Gjinës të Suarejkës, shoqata ka degën e saj dhe kuzhinën e saj humanitare në Prizren, që sa vite ma qytetarët e Prizrenit vinë dhe i derdhin lemoshat, sadakat e tyre të ajo kuzhinë. Po ashtu, ne jemi edhe në vështri të qëndrimi ditore dhe të kuzhina humanitare jonë. Jemi edhe në qytetin e Prishtinës, me kuzhinën tonë ku i keni mundësit me i dhënë ndihmat e juja. Gjithashtu jemi edhe në Janjev, po jemi edhe në qytetin e Gjilanit, që ky është Ramazani i parë që ka startu, është inauguru mega projekti shoqatës sonë, qëndrimi ditor për të moshuar bujtin për student dhe kuzhinë humanitare. Na lutim Zotin që t'ju shpërblen me gjithat mirat, edhe t'i gjeni sadakat e juja, veprat e juja të mira në këtë botë edhe botën tjetër. Shëndetje, e një mirë. Baba më ka dek në luft, nona më ka dek në kohë pandemisë, para 5 vite. Kjo është e jemja, kjo shtëpia është kom ploka gjallë. E kena ble. Janë kom 2 pronarë të shtëpia, 2 vllazni janë kom këtu më një bërë. Kom ble 2 atë, po që kjo njerë mu ka kollë. Thoni, nesha hera nena, kom pas dollë me qero. Kom mjetu një muja 10 muj me qero, derisa e kom në rejtë qëto vetë, që shku mujtë. Pune. Qa po punë? Pune me fasad, me shkatë kohë. Okej, apo mund më ja donë? Ja donë me di qysh sa më bojë. 4 vajza, tha. 4 vajza. Gjemal, në këna armë të bo shpinë e re. Jenë listë komunës, na kemë në memorandum me komunën e Shtimës. Shtu që ke kalu për me marrë lajmin se po bohesh me shpita. Allah, i shpërblej falënderës shumë për juve, për kretorit edhe për krejtve. Se une me të kalzu me thonë drejtën të ashti për full me shpirtnisht, une edhe kum prit, edhe kum bo sobër. Edhe nuk jam gut kur se kum di që gjithë ko ma keqë sonë. Gjemale ke bo këtë rokëtim, vetë jetim, me nonën, sot po bosh me shpitrej. Ne lusim Zotin me të në gjitë, me të hapë dyrë të hajri suksesit, e të me audit atyne që arritën mas neve jetima pa prind e me unë gjithë dorën edhe. Inshallah veç Zoti juve ju shpërblen me shkaku me tanat mirat e tina, edhe besoj që na shta edhe unë në herë, dënë Zoti. Arri heci për pora në herë njëtë, mos unë e thmija jam, besoj që komorë një ku në shta që edhe unë janë gjithë duhet. Bashkë me kryetarin për ta urojmë për haj. Shumë falënderës, Zoti shpërbleft, shumë falënderës. Dhe për haj. Shumë falënderës për ti. Unë kam qashtu me gjele zemës, për shka mos qëtësua. Se djale si ka një shkollës, e ka kapshu qeni këtu. Që këne me tut po dalë, se plot qena po kemi këtu. Si përbojnë 20 qena po mlidhën krejt këtu. E këto e kapshoj në shkollë, dhom të qeni krejt në park ju ka ta. Po bëjmë i darë, vlo. Që aty sa po mund më bëjmë i darë, shka me bëjmë. Që mini banjo, mini të kuzhin të vez 2-3 veta së mush me kalu, veç ka një vetë, 3 familje. Nalt është krejt me drasa, krejt kryma, nuk jetohet nalt. Dimnit është shumë ftoft, verës është shumë dzesë mush me nejtë. Gjamat, mave që s'po binë, shumë jenë
Asje, po im frima çdo anë. S'po di, shumë gushti jena, tepër. Tepër. Me një rok. Që krejt që ka po më dimojnë që as një tesh djali si kom blerë, krejt që shtu që ka po më japë në kush. Po, as një tesh si kemi blerë, krejt që po na jepin. Po pojmë që shtu ka pak, shka me vo? Tu na ndimu, ka pak, me qatë rogën, diqysh, dhe vot mujt, diqysh po dalim. Vetëm shpijen. S'po të në tjetër nësëm. Edhe ma në katë e ka në shkollën, djali, aty se ka më vezvese, se ku po punojmë me vezvese shtek këtë. Vëlla veç me pas një shpi se ku gjo tjetër s'po vjetë. Besëm shumisa që ku pastrojmë nali njerëzit që merve, se ma ti situatë të djallë. Po më e keq që po më japë se s'po kanë qenë kur qysh. Ndryshe priti ku ta jep e di që e met kujtim, i kemi met kujtim djali që baba ta ka flerë. Apo po më streso mua që ajo, po më gushto më edhe më shumë. Nina që shtu u mërësita më mërë, vajtë jemi djallë për babë shka ki, sërpi të regosh. Ta ne edhe ki po e sotin e pi në psikologjia. Ama që e rëbok që shtu shok, ka një po më sinë, po me ajapin që shtu djallit tisha, edhe shpështia. Që, gjuna zote, një pice voka, një arë e qysë, një kiple gjallë të cëmë për ma. Edhe që ato s'pit blenja. Peshe, ta, shtresia, ku me shkuaj? S'po di, sa po dush që, këti, shka po di, s'po di. Je na për shamë që nonat, baba na ipshin një copë margarinë, edhe shkoshin në për shkolla, ose me marmelat, ashim. Si të qëfar jetë apo katastrofë. Shpresat s'upin kur, veç inshallah Zoti don. Veç inshallah Zoti don. E Zoti po don se ju po bohi me shpite. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shpeshtone, thune fjallën Allahume innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti e falës e do në robin tënë që të kërkon falje. Falem mu. Zoti na falt e na mëshiroft, na falë shëndetin edhe gjdo të mirë neve dhe juve kudo që jeni. Dhe jam shumë i nderuar që jam prezent në këtë shtëpi të bekume, nga se këtu janë njerëz cilët lutjet e tyre janë të pranuara. Prandaj jeni shumë me fat, Zoti ju ka nderuar me këtë mision dhe me këtë mundësi që ti afroni popullit dhe popullatës sot. Koka ran, s'ko kur është një dorën me lypë, si thujnë. Natë të tjetën, natë në pataron në burg, i më konë për zërevst. E para se më ranë burg, natë të tjetën djali u mytë luft, shali, me dorë të mija e kom varrose, me dorë shtarë, kemi vujtë. Njëherë në përmale, deri u dërzumë. 5 komba në kanë pronë, helikopteri në ka përqjellë, deri në kufe. Në kujtohet, me një parking gatë ishin dalën 5 polis me stop. U parkiru kombat, qështirësh, që ka dheke për veti. Kër artonë, ti tha qështirësh, thash zë verbaliu.
Pikajti, thash i dhersit. Tha ku po shkon? Thash po shkoj në shpi. Tha jad në të e kuqa. Mirë shpia jote. Asë një shpi, tha, 20 nuk gjinët. Ne postoj, tha. I kish kallë beta, i shkon me qëtë grupë 20. Ashtë po mësu gjinë që i shpia postoj zemla. Gjinët të ka është. Allahaj, së kërë fotografon, i lujti qerja. Allahaj, me rane kom për jetu. Qëre, ushtria jonë u thyë. A dit, a konë ku e ligjë, për i thënë djemëve, sa ta gjithë me ushtrinë konë. O djemë, shka bo me salinë vërbjerë. Jo, ka shkuar me dhe transës, qysh, e le ushtrinë e vetë shkoj me transës. Sa mërkemenja hisë. Nuk konë fëmija i mu mashtruan. Jem njësë me shkuar luftimet kujnë banë. E ti që djallë jo i mëtë, ka mëtë dikon. U takova me Nazme Hajdarin, një këjshi. Ku po shkon basë të mërë, thash, salimërë, thash, sigurisht të me dikon i vranë, thash, hupi djallit, gjemë përthujnë, ka shku me dhe transës. Sa mujtë ne? Jo, këtheu tha se po bjeme në imin në kun, e na tha që tash shkujmë kësmet a e këpas dit. Shkujmë dhe gjojmë të nënë e monëm lajme që po e kanë gjetën kuhumën, e kanë marruën borën si shpejt, një zërës, përkostisht e kanë vërrosë që aty, e vërrosëm. Edhe të në mas një kohë, unë e rarë në burgë, kur e kanë rivërrosë nuk e di, e kanë prunë të Rizaj, sali në luft, Riza, a i ka pas aksident, 13 vjeti i smu të konë. Jemi mënuën me shëruën në për spitale e më zvetë, mas 13 vjetë e dishë. Unë e me 7.000 tima, shumë herë shkojnë me të ta, që nuk janë, që të luft kur sa arrej, sa të jam gjallë, kur së mëj me arruën. Sefte, kur e formu ushtria një zërës, 39 ushtarë në teme kanë ardhë, për i drenite. Mas pari që me shkel një zërës ushtria në teme në ardhë. Me qëto pare djallit, deri që tash jemi shtënë, salit, se të marrë kërka. Një banes di qysh, sa për që ta fëmije tima, se unë sot jam nesër s'jam, hesa une. E qefin e kam me mujt një banes, për që ta fëmije tima, me ditë sa jam gjallë, që e kanë një strehim dikon, kur gjë qëtër ishë. Ko ka ranë, s'ko kur është një dorën me lypë, si dhujnë. Për besë, po. Që kjo banesa që ti jetu i nejtë aty, pisëd është e jutja. Aj, shumë farnirë. Mësëm? Shumë farnirë. Por hajnë? Hajrë posë e shumë farnirë. E gëzafsh. Amin, jo Rabi, amin. Zotë ju rujt e ju shpërbleft ku do që jeni. Muj Ramazanit shkoj e na e lusim Zotin inshallah
ibadetet tona na i bën kabull. Më lejoni që t'ju falenderoj të gjithëve ju që keni marrë pjesë në iftaret tona, ju që keni dhuru iftare pako ushqimore, zeqat e vitra, Zoti kur mos ju hund, Zoti ju shpërbleft. Ne jemi mirënjohës gjithmonë, jemi mirënjohës me vetë faktin se kjo është mundësia që ju mendimet e juja i jepni jetë kuzhinave tona, i jepni jetë shtëpisë të moshuarve. Dhe na obligoni neve që të vazhdojmë me aktivitetet tona humanitare. Zoti ju rujt e ju shpërbleft. Zoti gjithmonë jetën festja u boft. Po, jemi ka shumë të nevojshëm për bonar, edhe javdim për ne shumë, edhe ju shpërbleft Zoti me të të mirat. Se jemi ka pa ujë, tash na keni bë me ujë, na keni bë me të mirat. Po, shumë ma letë jemi edhe jemi tonë gëzoshëm me fëmijë, me familje, me krejt jemi. Sot kemi ardhur me dorëzu qelësat e shtëpisë 3, Fatlum Sadiko dhe familjes tij. Kemi ardhur me vizitë familja Fatlum Sadikot, familja 7 anëtarësh, për më shumë rreth historisë tina po ngojmë nga Fatlumi. Po më tentu mendimin e shokëve edhe familjarëve dikujt me ndërtu një shtëpi për vete. 8 vite ose 9 vite kom pas nënën me Metlikën, u konë e smut, konë me në hemodializë. Tash në kohë pandemisë, kur ke pandemia, veç virusi edhe smuja sona dhe veç ka ndru jetë. Për ndryshe kom edhe babën, është 64 vjeqar, vitin e kalum tash një vjetë në kohë të Ramazanit të gjerushëm, ka qenë, ka pas infarkt, edhe është babra, është operu. Ka qenë të punu, edhe tash për nënë edhe disa muj kanë thonë, veç hajde veç shkanë një film, ka vëzit kamionin, po përshka këta është operacionit, edhe aj veç është përfëndim. Sona, një vlohë kam është fakultet, edhe praktik. Shtëpia është pak e vogël. Kushtet nuk janë, që me thonë, jo të mira, se mungojnë sene shumë. Po, gjithja ku ndalë, se nonat ja dalin, gratë ja dalin. Po esenca është pak veç të fëmija, në gësht. është sidomos kur punojnë detyra ose diçka. Punojnë qëtë. Njën janë njën e kënej, ose gjume. Në gësht, 5 vetë një dhomë është pak problem. Nuk kam që a thëmë shumë. Në pëse i në mënu, të i sëtë, ja vonë që ato pak a shumë sa këna mëjtë nuk i këna lonë me i e keq, edhe baba më ka një mu. E kom qitë, e këna bo mendime në shëshnive që atë katin e parë, një kati këna qitë. Edhe të punu shtu ka pak të ndohë pej, që shtojnë pej ka shotës smive, edhe diçka të bej, kom siguru edhe të bloka, e pjesën tjetër jo s'kom mëjtë. Më ardhë Halili, përshka këtë angazhimet mëjë dhe nuk është këtu heq. Po nështë atë qështja të primëve të, neve nga ka punësët, më të bo për herë shpije. Shpija po të kryvet. E ki selam për Halilit. Tha i banë shumë selam, tha na marrën përsi për komplet ndërtimin e shpijes. Allah është për lefti uve, pasi na lel, edhe këtë donator. Tash, qysh përshijet, hapsina e modhe, veni maj përshtatshëm, jeta maj lehtë. Unë nuk kam fjallë, mjaftu shumë, ju falenderoj. Jeni ardhur një kohë shumë të nevojshme për neve. Nuk e kam ditë për Basin Halil, që kam me orë sot heq. Që një 5 vjetë jam diagnostifiku me skleruz multiple, kam qenë edhe të kryetori, ka qenë të ndjeni dhe më honë. Janë të miona të terapia dhe sene, kam probleme me shmajt, ma ka sëllmu në më nervin optik, po kam probleme edhe me një djale, kam pak smut, ka epilepsia dhe haji. Her mosha ka? 3 vjetë i ka po cëllë. Qishto po jetujnë do kushte
ju që është mira, po qa me mërë që shto. Dhe kushtet shtu për dy këtë shpilja. Sa fëmijë ke? I kena 4. Jo. 3 qika, i kam e një djallë. Veç e djalla Që fëmijë. veç e djallë. Na këna arë me o bo shpinë e rejnë. Faleminderit për Calil, shumë faleminderit për juve, inshallah zot ju shpërblen. Allah ju shpërblet. Faleminderit shumë për Calil. Allah ju shpërblet. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, kryetor, faleminderit shumë. Na po vazhdojmë të familja radhës. Shtëpia të moshuarve ka pas vizitori jashtëzakonisht shumë. Çdo natë iftare, përveç kuzhinave tona 2000 persona, çdo natë ka qenë edhe shtëpia të moshuarve këtu, çdo natë plot e përplot me musafirë të cilët na kanë nderuar duke ardhur edhe duke bo iftar së bashku me neve. Gjithë ju që keni dhuru iftare në për kuzhinat tona, edhe këtu në shtëpinat të moshuarve, inshallah i gjenin kandar të punëve të mira nesër kur do dalëm para Zotit. Do të filloj me operimet e kataraktës, ku kemi qenë të shtëpia të moshuarve, jetimët e Ballkanit në Gjinot të Suarekës. Atje kemi bërë disa ekzaminime bazike oftalmologjike, ku kemi diagnostikuar disa diagnoza për pacientat e moshuar dhe gjatë ekzaminimeve do të thotë kemi arrit me kuptu shumë diagnoza të cilat ka nevojë për operime kirurgjikale në sy. Së një doni, vëllë. Kur qishë së një doni. Në kam pro, së në kam lonë keqë. Në kam pro mëjle, në kam pro ndime. Po këtu keqa se që këtë katastrofë. Kom pas, a vaj motër se kom pas, vesh babën e nanë kom pas. Masa ne... Si më gjithë kita të 17 bete, edhe të kam mos marrë vesh kur ku mora vesh të kishin majtë luftë. Ku marrë të 17 bete di gjohë, e për që të më rëzitna. Te bajnë bara mlaj të ketë qilindiren. E këzosh bara mi blaj muotra tu në kur kush për qilindiren ja, që të ti cocat. Që të mërzitë të tjeri. Si to i gjazmova të ble, e në gjazmenjen e mërzia, si më mësanë. Kujdesna shumë kujdesna, dash për babën, dash për nanën. A e rënë sasën, që kjo nanë ka majtë 9 mujë. Në gjynë, shta ti thamë nanës, hajtë shka, dërve dhe njësa, ja, ti i bekor. Me këshiri babën nanën. Ja, bile që to zvënë me angër, ke ka një vëtë që je veç. Ja blie bukën, ja blie këtë hargjën. Po bohi me shtëpi 3. Bohat Halimi ka problem me synë. Halim na do ta kontaktojmë një spital që i rrin gati shtëpisë këtu të moshuarve. Edhe kena me marrë me aboni kërkesë me shku me boti një kontroll të Spitali Italian i Syve. Edhe nëse nuk e marrin ata, e marrim na, edhe i krymë punë. Pra edhe kontrollat për sy, të rrim gati natë tash ka daldan. Ndaj të gjithë ju të cilët keni dëshirë, që përmes jetimave të Ballkanit ndihmoni familjet nevojtare, edhe ta ndihmoni
zhvillimin e aktiviteteve humanitare. Këto janë mundësit ku ju mund t'i dërni donacionet e juja për shqiptarët që jetojnë edhe punojnë në Zvicër. Këto janë donat e shoqatës tonë në Zvicër. Nga Zvicra kalojmë në Gjermani. Kjo është adresa dhe gjirollogaria e shoqatës tonë në Gjermani. Për shqiptarët që jetojnë edhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto janë donat e shoqatës tonë atje. Në Kosovë është banka ekonomike, ProCredit Bank edhe banka kombëtare tregtare. Në Maqedoninë e Veriut, këto janë të dhënat e shoqatës tonë. Gjithashtu shoqata jonë posedon edhe GoFundMe, si dhe adresën e PayPal-it për ata të cilët të kanë më lehtë me i dhënë donacionet e tyre. Të gjithë ju që posedoni numër Vala, vetëm Vala, edhe keni dëshirë të ndihmoni shoqatën Bëmirëse e Jetimat të Ballkanit, mund të dërgoni një SMS në këta numra 55333 55444 dhe ju ndihmoni me €1 shoqatën Bëmirëse e Jetimat të Ballkanit. Shihemi të premte.